janë prezent, mbledhjen e Këshillit e deklaroj të hapur. Siç jeni edhe ndjeni, kjo është mbledhja e fundit e këtij Këshilli dhe si mbledhja e fundit, më lejoni që si kryetari i Këshillit Bashkiak t'ju falenderoj për gjithë kontributin që keni dhënë gjatë këtyre 4 viteve dhe seriozitetin që ju keni dhënë të gjithë mbledhjeve të Këshillit dhe miratimit të gjithë projekt vendimeve që ka sjell Bashkia. Sot, meqense është mbledhja e fundit, kemi me këtë rendite. Pika e parë është projekt vendim 2161 fraksion 1 kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzor për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 1 deri me 31 maj 2023. Projekt vendim 2176 fraksion 1 kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit ndihmës ekonomike për blok ndihmën nga fondi i Bashkisë. 3. Projekt vendim 2165 sekretarit Bashkisë për miratimin e dokumentit të parë të programit buxhetor afat mesëm 2024-2026. Meqense pika 3, projekt vendimi për miratimin e dokumentit të parë për miratimin e dokumentit të parë të programit buxhetit afat mesëm në mbështetjet në enit 53 pika 6 e ligjit numër 139/2015 për veçqeverisjen vendore i ndryshuar. Projekt vendimi i ardhur nga ana e Bashkisë nuk kalon dhe nuk do të miratohet në këtë Këshill Bashkiak, meqense jemi në prag konstituimit të Këshillit të ri Bashkiak. Kështu që pika 3 e rendit ditës bie dhe nuk do të miratohet në këtë mbledhje. Vazhdojmë atëherë me pikën e parë të rendit ditës. Projekt vendim numër 2161 fraksion 1 kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzor për blok ndihmën deri në 6% për periudhën 1 deri me 31 maj 2023, Bashkia Mirdit. Ka kushtëni gjë për këtë projekt vendim? Kush është dakord me pikën 1? Me kartona. Kundra? Ska, abstenim ska, miratohet. Vazhdim? Oce, ko jetu na, ba, më i pas. Ullu 2 minuta, më marum. Më marum, më du. Pika... Po jemi me kamera, o nuhe. Nuhe. Vazhdojmë. Gati? Atëherë vazhdojmë me pikën e 2 të rendit ditës, projekt vendim 2176 fraksion 1 kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit ndihmës ekonomike për blok ndihmën me fondin e Bashkisë për periudhën 1 deri me 31 maj 2023. Ka kush në problem? S'ka. Atëherë kush është dakord me karton? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Atëherë, edhe njëherë, ju falenderit shumë për gjithë kontributin që keni dhënë. Ata që
janë antarë të ri të Këshillit të Bashkisë. Unë ju uroj suksese për mandatin në vijim. Këtu kemi dy, Aleksandr Lushën dhe Noe Alilin. Kështu që ju uroj suksese, gjithë mirat. Gjithashtu, edhe gjithë ne antarëve të tjerë që jemi antarë të Këshillit Bashkiak për këtë mandat, ju uroj suksese në jetë, në familje, në punë tuaja dhe gjithë të mirat vazhdimisht. Tani, siç jemi, do pim një kafe.